Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Redline Talk Show. I ftuar jon sot special ka ardhur nga Shqipëria, zoti Shkëlqi Majdari, është inspektori i përgjithshëm i Inspektoriatit Qendror të Shqipërisë, jurist me përvojë të gjerë në drejtësinë penale dhe kushtetuese, si dhe një zë i njohur publik për çështjet e reformës në drejtësi dhe shtetit ligjor. Me një karrierë të gjatë si kryeprokuror i Apelit të Tiranës dhe kryetari i shoqatës së prokurorëve të Shqipërisë. Mirë se vini zoti Majdari. Përshëndetje. Mirë se u gjeta, sukses. Faleminderit. Ani zoti Majdari, keni kaluar nga sistemi i drejtësisë lart, pasi keni punuar një periudhë të gjatë si kryeprokuror. Pse ka ndodhur kjo lëvizje duke ikur nga sistemi i drejtësisë dhe pranove një funksion të qeveritar, mund të themi? Po, faleminderit për ftesën, ju uroj edhe një herë suksese. Ashtu si kundër e dini dhe ju, unë kam punuar një kohë gjatë në sistemin e prokurorisë, pra sistemin e drejtësisë në prokurori, për rreth 25 vjet. Jam larguar me dorëheqje në qershor të vitit 2016 për shkak të finalizimit të një reforme të thellë, të një përmbysje, më mirë me thënë, të gjithë mënyrës organizimit të pushtetit gjyqësor në Shqipëri, në rrethana specifike, sepse reforma që ne kemi finalizuar në 2016 nga pikpamja ligjore dhe tashmë në praktik nëpërmjet organeve të reja të drejtësisë, ka pas kundërshtar që në fillesat e saj, që fillojnë në 2014, përpjekjet për të reformuar sistemin e drejtësisë në Shqipëri, dhe çuditërisht edhe mas 9 vjetëve, ku ne kemi filluar duke marrë produktet e para kësaj reforme, që janë ndjekjet e forta penale që i bën prokuroria e posaçme dhe gjykata përkatëse, ka përsëri politikanë në Shqipëri, të cilët duan të rrëzojnë të reformë, e kontestojnë të reformë në thelb. Jo në përmbajtje. Kryesisht politikanët që i përkasin politikës vjetër. Këto politikanë nuk e kanë dashur reformën në drejtësi, ashtu si kundër janë përgjegjësit kryesor që Shqipëria në zgjedhjet e 2025, që bëhen mas një muaji, shkon me një ligj i cili nuk është i ngjashëm me asnjë vend demokratik në Europë, jo më në botë, por do kemi mundësi të flasim më poshtë dhe më gjerësisht për këtë pjesë. Unë kam marrë një ftesë masi isha akoma pjesë e sistemit të prokurorisë nga kryeministri Rama, që të pranoja për të dhënë një kontribut profesional edhe për të reformuar sistemet e inspektimit të Shqipëri, ashtu si kundër ne përmbysim sistemin klientelist, nepotist, korruptuar, jo profesional në sistemin e prokurorisë shqiptare. Dhe pranova ftesën e kryeministrit Rama, pa u bërë antar i Partisë Socialiste. Me kushtin antar i partisë. Jo, po nuk jam, unë deri më sot nuk jam antar e si partie politike në Shqipëri. Edhe nuk kam dërmend të bëhem deri në fund, se dhe pak kohë më ka ngel për të punuar në shtet, se më ushtë vjet dhe koha e pensionit. Unë do i shërbej vetëm shtetit. S'ke qenë asnjëherë? Asnjëherë në asnjë parti? Unë s'kam qenë as para 90-s dhe as mas 90-s që u bën shumë parti. Domethënë nuk kam bërë antar asnjë partie. Dhe pranova këtë detyrën e inspektorit përgjithshëm, sepse ashtu si kundër prokurorët, zyrat e prokurorëve ishin klienteliste, teokratike, drejtoheshin nga drejtuesi i prokurorive, s'kishte sistem karriere, s'kishte garë, s'kishte mbrojtje ligjore të pavarësisë tyre. Të njëjtën histori jam munduar gjatë këtyre viteve ta implementojmë në trupat e inspektimit. Për publikun këtu shqiptar të Amerikës kryesisht duhet dinë që pozicioni i inspektorit përgjithshëm është ai drejtuesi i të gjithë inspektorateve të Shqipërisë, ato që mbulojnë fushat e ushqimit, të ndërtimit, të mjedisit, të pyjet, të ujrave, të arsimit, të spitaleve. Që ta përkthejmë në Amerikë, si bie FDA? Amerika ka një ngjashmëri edhe Amerika. Amerika i ka siguruar që trupat e inspektimit janë të pavarura. Totalisht në për gjithë fushat ku ka aktivitet biznesi dhe aktivitet publik, dhe ka një zyrë qendrore që krijohet nga drejtuesit e këtyre agjencive në rang federal, dhe ajo ndërton politikat,
prioritetet e qeverive federale për inspektimet në territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kemi filluar kontaktet e para me këtë zyrë qendrore në Washington dhe shpresoj që më pak muajve të vendosim lidhjet, sepse është shumë interesante për neve që përveç se përvojës madhe që kemi marrë nga inspektoratet më të mira në Europë, siç është ai i Britanisë Madhe, i Francës, po edhe vendet e Ballkanit, i Kroacisë, i Slovenisë, i Japonisë, po, kemi marrëdhënie bashkëpunimi dhe në Japoninë, të kemi një marrëdhënie bashkëpunimi profesionale edhe me agjencitë e inspektimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne kemi kaluar një ligj i cili është miratuar në parlament me 13 nëntor të vitit shkuar, por kemi lënë 6 muaj kohë që ky ligj të hyjë në fuqi, me disa ndryshime thelbësore të mënyrës organizimit të inspektimeve në Shqipëri, dhe ky efekt të jep me datën 13 maj të këtij viti, pra 6 muaj, ku neve përmbysim të gjithë mënyrën e organizimit të inspektorateve të Shqipërisë, ku nëpër trupat e inspektimit, pra këto policët që ruajnë dhe sigurojnë sigurinë ushqimore, mjedisin, pyjet, minjerat, punën, këto do jenë trupa të pavarura dhe të pandikuara politikisht nga qeveritë që shkojnë në vit. Pra, si do bëhet? Kjo do bëhet me sisteme të garantuara karriere. Nëpër këto trupa inspektimi, jo si deri më sot, por do punojnë njerëz që janë specialistë në një fushë të inspektimit. Për shembull, në autoritetin kombëtar të ushqimit do rekrutohen vetëm njerëz që janë specialistë në këtë fushë, që janë inxhiniera ushqimi, që janë kimista, që janë ekspert në fushën e veterinarisë, në fushën e bimësisë, në fushën e agronomisë, dhe jo siç është deri më sot, që nëpër trupat e inspektimit ne kemi marrë dhe njerëz që s'kan asnjë lidhje me profesionet e fushave të inspektimit. Po militant le të jenë, po të paktën të jenë specialist në atë fushë, sepse sado ti jesh militant i një force politike, kur je specialist është më mirë. Por ne jo vetëm që do heqim militantët, se këto do rekrutohen gjithë me garë dhe me konkurse, por ne do heqim edhe pjesën që nuk është militante, por nuk është profesioniste për të bërë inspektim. Kjo është e para. E dyta, Shqipëria duke marrë përvojat më të mira që ka bota në fushën e inspektimeve. Ne inspektime kemi pas 90-s, para 90-s nuk kemi pas inspektime, kurse bota ka 200-300 vjet që ka trupa inspektimi, Franca, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne do krijojmë funksionet e inspektorit. Inspektorin do ta bëjmë dinjitos, që të ketë kushte pune, të ketë laboratore në dispozicion për të mbushur detyrë, dhe më kryesorja, jo xhandarmi biznesin, por nëpërmjet inspektimit ne duam ta vetë formalizojmë biznesin, duam ta bëjmë biznesin që jo të shkojmë ta gjobojmë, por kur ta inspektojmë, t'i lëmë detyra, që ai ta rregullojë vërtetërinë e vet ekonomike dhe të shkojmë t'ia kontrollojmë detyrat. Jo si deri më sot, që shkojmë, i ngopim me gjopa, me drejt ose me pa drejt, edhe gjopat një pjesë i marrim, kështu godasim biznesin dhe nuk e ndihmojmë biznesin. Cilat janë sfidat e tua si kryeinspektor dhe cilat janë ngrisit që sjell ligji i ri që keni miratuar në Shqipëri? Siç e tham dhe më përpara, ligji i ri do garantoj, ashtu si kundër garanton tashmë për sistemin e drejtësisë, ngjashmëria është e madhe për gjyqtarët dhe prokurorët, garanton një sistem karriere, pra rekrutim mbi bazën e kushteve të posaçme që në inspektim të punojë kryesisht inxhiniera të fushave përkatëse të inspektimit, siç është ai i ndërtimit, i ushqimit, i mjedisit, i pyjeve, i minjerave, i punës, e kështu me radhë. E dyta, neve herën e parë në inspektim ku shkojnë trupat e inspektimit nuk do vënë gjob, pra nuk do ketë masat administrative ndaj biznesit, por do ketë lënje detyresh, pra konstatim i shkeljeve dhe lënje detyrave dhe rikontrolli i tyre, me qëllim që ne ta stimulojmë biznesin që të vetë rregullohet, të vetë financohet. E treta, ne do ulim numrin si të inspektorëve në kuadër të numrit të inspektimeve që bëjnë dhe do të ndërthurim duke bashkuar inspektorë që kanë fusha të ngjashme inspektimi dhe më lejoni ta ilustroj me një shembull. Sot në fushën e shëndetësisë janë tre inspektorate. Është inspektorati shëndetësor, inspektorati i ilaçeve, i barnave dhe inspektorati i rrezatimeve, që shef pajiset në qendra spitalore dhe spitalet për rrezatim. Këto punojnë në mënyrë veç të tre. Ne do t'i bashkojmë to në një inspektorat, që do quhet inspektorati shëndetësor, në mënyrë që kur shkojmë në një end,
të mos shkojmë 3 herë, po kjo trup që shko e përbërë nga 3 inspektor, një i fushës barnave, një i fushës rrezatimit dhe një i ushqimit, ul numrin e shkurjes dhe kohës që i merr biznesi për inspektim dhe rrit eficiencën, ul shpenzimet. Dhe kjo do bëhet edhe për fushët e tjera, edhe për, po themi, për fushën e ndërtimit, edhe për fushën e bujqësisë dhe kështu me radhë. Dhe e treta, do i rrisim pagat inspektorëve, që t'i bëjmë dinjitos, do i përmirësojmë kushtet e punës, do ndërtohet një ndërtesë multifunksionale e madhe, ku do punësohen gati gjysma e numrit përgjithshëm të inspektorëve, rreth 700-800 inspektorë. Dhe ta inspektor duhet jenë pavarur nga politika? Sistemi i karrierës i garantuar, ngritja e detyrave mbi bazën e rezultateve, drejtimi i gjithë punës nga inspektorati i përgjithshëm, pra nga inspektorati shtetëror, janë garanci që këto bën akoma më të pavarur nga politika, siç janë deri më sot. Pra janë trupa profesionale që pavarësisht se kryeinspektori, inspektori i përgjithshëm varet nga kryeministri, i gjithë aktiviteti operacional, duke filluar që nga planifikimi i inspektimeve mbi bazë analizë risku, procedurat janë të gjitha të pavarura, bazuar në praktikat më të mira të fituara si pasojë e bashkëpunimit me Inspektoratin e Përgjithshëm të Administratës Publike Franceze, Britanike, me cilin ne kemi marrëdhënie bashkëpunimi strategjik, ku drejtues të tyre, specialistë të tyre, profesorë të tyre kanë qenë në trajnime pafund që janë bërë për trupët e inspektimit në Shqipëri. A duhet votojnë këta njerëz? Inspektorët votojnë, ashtu si kundër votojnë dhe gjyqtarët dhe prokurorët dhe ushtarakët, por nivelet e larta të drejtimit të trupave të inspektimit në një farë mënyrë janë të penalizuar për mos jenë pjesë e politikës aktive në Shqipëri. Kështu parashikohet në ligj. Cilat janë anët negative? S'ka asnjë anë negative, të gjitha janë pozitive. Sigurt. Po ta testoni biznesin në Shqipëri, është duke pritur me shumë dëshirë këtë përmbysje të madhe që ndodh inspektimi, sepse ato janë që ndër vite kanë vuajtur kohët pafund që i kanë vënë në dispozicion inspektorëve, kanë vuajtur edhe korrupsionin që është ushtruar ndaj tyre me të padrejtë, klientelizmin, nepotizmin, inspektime pa kriter, inspektime shumë herë. Kështu që ka qenë pjesë e gjithë dhomat e biznesit në Shqipëri, qofshin shqiptare, qofshin të huaja që punojnë në Shqipëri, sipërmarrje, pra në tërësi, ka qenë pjesë e diskutimit dhe draftimit të këtij ligji që është miratuar, dhe të gjitha kërkesat e dhomave të biznesit, të gjitha sugjerimet e tyre janë bërë pjesë e këtij ligji të ri. Tani në 2016 është miratuar reforma në drejtësi, ku ju keni qenë edhe kryetari i shoqatës kryeprokurore. Pse ishte nevojshme kjo reformë? Edhe a je i kënaqur nga rezultati apo duhet më shumë se kaq? Reforma në sistemin gjyqësor në Shqipëri ishte domosdoshme, ashtu si kundër ishte dhe vazhdon të jetë domosdoshme reforma në pushtetin kryesor, që është pushteti politik, pushteti legjislativ në Shqipëri. Për fatin e keq nuk po ndodh kjo reformë, ashtu siç ka nevojë edhe për një reformë të administratës së lartë publike të qeverisë, po themi, nga mënyra se si duhet organizohet një qeveri. Por më emergjendja, për mendimin tim dhe ekspertëve, ishte reforma në drejtësi, sepse në fundit nëse ti do kesh një sistem gjyqësor ose një sistem i ndjekjes penale të pavarur, të pandikuar nga politika dhe profesional, ti ke mundësi që nëpërmjet përmbushjes së detyrave tuaja si me paanësi politike, me objektivitet, ti mund të ndikosh edhe për dy sistemet e tjera nëpërmjet dhënies drejtësisë. Kështu që dhënia e drejtësisë në Shqipëri ishte e cënuar rënd për shkak të klientelizmit, mungesës së karrierës brenda sistemit të prokurisë dhe gjyqtarëve, ku politika kishte mundësi që nëpërmjet mandatit që merrnin në parlament, gjyqtarët e lartë, gjyqtarët kushtetues dhe prokurori i përgjithshëm, dhe centralizmit që kishte sistemi i prokurisë konkretisht, të kontrollonin të gjithë punën e prokurorëve, jo nga pikpamje burokratike, por edhe nga pikpamje ligjore. Ishte një sistem me tipare të forta lindore, i cili kishte humbur betejën me publikun, sepse
korrupsioni nuk kishte goditur në nivelet e larta të shtetformimit të punojësve të shtetit shqiptar. E dyta, zvarritje pafund në dhënien e drejtësisë, kështu që ishte emergjencë. Ne si shoqata e prokurorëve qysh në vitin 2004 ku krijuam, kërkonin të kishte një reformë, por kushtet politika i krijoi në vitin 2014, ndryshimet të cilët pasi u diskutuar në shumë tryeza ekspertësh shqiptarë dhe të huaj, u finalizuar në parlament me 140 votat e deputetëve, ku një ndihmë të madhe kanë dhënë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politikisht nëpërmjet qendrimeve të Departamentit të Shtetit në atë kohë dhe teknikisht nëpërmjet Obdatit, zyrës që është pranë ambasadës amerikane në Tiranë, që shërben për dhënien ndihmë në fushën e drejtësisë. Rezultatet e kësaj reforme po duken, po i shikoni edhe ju këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse organi i ri i SPAK-ut, që është një organ i ri i krijuar, po godet krimin e organizuar, por edhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë, është në rrugë të mbar. Rezultatet nuk do të ndalojnë. Për fatin e mirë, edhe mbështetja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rikonfirmua edhe masari zotit Trump, sepse ishte ajo historia e rishikimit të misioneve që punojnë jashtë vendit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, por ju kthy legitimiteti përsëri Obdatit dhe fondet që të vazhdojnë të bashkëpunojnë me SPAK-un në Shqipëri. Kjo është gjë shumë pozitive. Domethënë një sekondë, do ndalojmë pak tek kjo pjesë. Se thonë që SPAK-u është Amerika është më pas SPAK-ut. Është e vërtetë kjo? Amerika është mbrapa çdo vendi i cili nëpërmjet organeve të brendshme lufton për demokracinë, për shtetin ligjor, për një shoqëri të drejtë ku çdo njeri, qoftë i thjesht, qoftë zyrtar i lartë, ashtu si kundër këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kush ke ligjin do dali para drejtësisë. Korrupsioni udhëheq dhe shoqëron politikanët në çdo vend botës dhe po mos ketë organet pavarura të drejtësisë, politikanë caktuar që nuk janë misionar edhe nuk i kanë marrë ato poste për të shërbyer publikut, nëse nuk goditen penalisht me prova për abuzime, për shpërdorime, atëherë shtetet rrënohen, bin. Kështu që Amerika nuk ka ndihmuar vetëm Shqipërinë. Amerika ka ndihmuar rënien e një sistemi komunist në gjithë botën. Po mos ishte Amerika nuk binte gjithë ai sistemi ndërtuar me qendrën në Moskë dhe po mos ishte Amerika mund ta kishim komunizmin edhe në vendet hispanike, mund ta kishim edhe në Brazil, edhe në Kambodgje, edhe gjithandej, kështu që mirënjohje Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mbeten që pas luftës së parë botërore mbi 100 vjet aleat kombit shqiptar në Ballkan. Cili është qëndrimi juaj për rolin dhe performancën e SPAK-ut deri tani? E kam shtet SPAK-un në mënyrë sistematike që po u kriju si strukturë. Vazhdoj të besoj që SPAK-u është një zgjidhje e mirë për Shqipërinë. Një pjesë të prokurorëve që punojnë në SPAK janë ish kolegë të mi. Punojnë në kushte të vështira, por kanë një mbështetje popullore, siç e dini, sondazhet e popullit shqiptar kanë besim tek SPAK-u mbi 75%, 80%, me gjithë luftën e herpashershme që i vjen nga politikanë të lartë për shkak të goditjeve që bën SPAK-u, pjesë e politikës opozitare ose qeverisë. Është duke bërë punën e vet. Rezultatet e SPAK-ut janë deri tani të qarta. Ka nevojë që të rritet ndjeja e bashkëpunimit atyre vetë si trup me njëri tjetrin, pra të ketë besim, të rritet fryma e kolegjialitetit mes tyre. Mbështetja ndërkombëtare nuk i mungon, qoftë nga aktorët europian, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë marrëveshje me të gjitha vendet kryesore ku ne kemi persona që kanë kryer krime jashtë ose kanë kryer në Shqipëri dhe kanë hikur jashtë, që ato bashkëpunojnë në fushën e drejtësisë ndërkombëtare duke zbatuar letër porosi që shkojnë nga SPAK-u për të pyetur dëshmitar, për të marrë prova, për të kryer ekstradime. Kështu që SPAK-u është histori e garantuar
që pavarësisht vështirësive që i del përpara, do të jetë histori suksesi në Shqipëri. Po mbështetje financiare ka? Spaku paguhet mirë, kanë rroga që si kanë asnjë strukturë tjetër e prokurisë dhe e gjykatës, kanë siguri fizike me trupa që i ruajnë. Nga pikpamja ligjore janë të pavarur, nuk kontrollohen nga politika, nuk kontrollohen nga prokurori i përgjithshëm. Kështu që Spaku i ka gjitha kushtet dhe të vazhdojnë të jenë profesionist, të jenë patriot, dhe të përmbushin detyrat e tyre. Nga ana e resurseve që se duhet financohet nga diku apo jo. Spaku i ka të gjitha resurset, gjitha resurset teknike që të përmbushit detyrën e vet dhe për të rritë për të qenë më efektiv, duhet që neve t'i plotësojmë kushtet Spakut që ka kërkuar nëpërmjet drejtuesve që ka nevojë për rritjen e numrit të hetuesve, të specialistëve, të cilët me sa jam ndjeni janë marrë parasysh që do t'ia plotësojë qeveria shqiptare. Zoti Shkëlqim, cilat janë problemet e demokracisë në Shqipëri? Në Shqipëri demokracia është në një moment delikat, sepse ne kemi reformuar pushtetin gjyqësor, pushtetin e tretë ku hyn dhe prokuroria, po kemi të pareformuar pushtetin e parë, që është pushteti politik, legjislativ, dhe deri diku edhe pushtetin ekzekutiv. Dhe unë dhe disa tjerë në Shqipëri, herët, qysh pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, të prillit 2008, meqense nuk kishim mekanizma për të ndaluar këtë ndryshime, se ishte një marrëveshje e dy partive kryesore të asaj kohe, kemi mbajtur gjallë dhe tashmë janë pjesë e diskutimit publik që Shqipëria ka nevojë për një ligj zgjedhor demokratik, ku njerëzit të konkurrojnë me emra dhe jo me sigla partish, pra të jenë listat e hapura. Shqipëria mund të ketë jo më tepër se 1 ose 4 zona zgjedhore ku votat duhet të jetë barabartë si në Kukës, si në Tiranë, për shkak të ndarjes administrative me 12 qarqe. Kjo votë nuk është e barabartë në prodhimin e një mandati. Shqipëria ka humbur kohë për të pas një votim elektronik ose rikthimi që votat numërohet aty ke qendra votimit që votohet, të mos grumbullohet në përqarje. Shqipëria ka nevojë për ndryshime ligjore që kanë bënë me parandalimin sa më shumë të njerëzve të inkriminuar që të mos futen politikë. Shqipëria ka nevojë për element të transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë, të cilët duhet të përmirësohen nëpërmjet ndryshimit të mënyrës se si organizohet një mocion mosbesimi nga opozita ose mocion besimi nga mazhoranca për kryeministrin e tij. Shqipëria ka nevojë të zgjedhë presidentin nga populli dhe të ruajë karakterin parlamentar të Republikës. Ka nevojë për të ketë një listë tjetër për referendume, në mënyrë që publiku shqiptar për aksione, për vendime të rëndësishme që merr qeveria të merret dhe mendimi i publikut, qoftë në rang kombëtar, qoftë në rang lokal. Shqipëria ka nevojë që digasteret, pra mënyra organizimit të qeverisë, të mos jetë thjesht dëshirë edhe të bëhet me votat e një mazhorance, po të jetë me vota për te një mazhorance. Pra sa qeveri sa ministri, sa portofolio do të ketë një shtet, të ketë votën edhe të opozitës, pra të jetë në 84 vota. Në mënyrë që neve mos të jemi përpara situatave që vjen një qeveri, vjen një kryeministër, edhe nga 12 digasteri i bën 20 digastere, ose është 20 i bën 12, se kjo nuk është vetëm punë digasterësh. Po në moment që ti shkri një ministri, ti ke shkatruar gjithë administratën poshtë asaj ministrie që e drejton politikisht. Kështu që këto janë problemet e demokracisë, mbeten për tu parë mas zgjedhjeve, sepse këto zgjedhje nuk kanë kohë për ndryshime, parlamenti është pothuajse ineficient. Janë sfidat të integrimit të Shqipërisë, pasi dhe diskutimi, të integrimit në Bashkimin Evropian. Janë standardet e demokracisë, të cilët nëse realizohen, do ta bëjnë të larmishme dhe do krijojnë kushte shqiptarëve si brenda dhe si jashtë vendit tani, që të zgjedhin, të kenë mundësi të zgjedhin, të shkojnë të votojnë njerëzit më të mirë për të përfaqësuar në parlament. Siç e dini, në Shtetet e Bashkuara ka ardhur një administratë e re me Trumpin. Ju jeni një përkrahas i Trumpit. Pse duhet jeni kaq entuziast për ardhjen e Trumpit në pushtet? Presidenti Trump është jo thjesht zëvendësimi i një presidenti ose zgjedhja e një presidenti, por është
një president I cili nuk po e zhgënjen publikun e Amerikës edhe publikun ndërkombëtar, kush ka qenë I vëmendshëm, që ka pas një program, ka premtuar disa gjëra, të cilat nuk kanë qenë ndryshime këndvështrimesh, po kanë qenë përmbysje të mëdhaja. Dhe ka filluar përmbysjen e madhe. Për fatin e keq, Amerika që ka shpëtuar Europën dhe botën në 2 luftrat, luftën e parë botërore dhe luftën e dytë vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ka qenë miqësore me Shtetet Bashkuara të Amerikës për mendimin tim, sepse të vitet e fundit sidomos, mas vitit 1971, ku ju e dini që u nda prodhimi I dollarit, u nda nga fuqia ekonomike që kishte me floririn dhe me mjetet e tjera shtrejta. Dhe që nga I vit, në vazhdimsi, qëllon edhe me momentin ku Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën një bashkëpunim me Kinën atëherë, të ringrit një popull të madh, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës shiruan në Evropën lindore, në 90-ën, I dha ndihmë që të futet në demokraci, ndihmuan motorët e Kinës për të zhvilluar, nëpërmjet dhënies patentave, marrjes kredive, ca I morën vetë kinezët, nëpërmjet mundësisë që kanë për të qenë të shkurtër për të arritur për të depërtuar dhe në mënyrë sekrete. Ruajtën në Europën, domethënë me ushtri më të madhe në botë, me fuqinë ushtarake që janë gjithë para taksa paguesve. Po. Dhe sot, me këto vende partnere, ka një deficit tregtar mbi $1,5 trillion. Okay. Dhe zoti Trump, ashtu siç ka garantuar votuesit, ka deklaruar që Amerika do të rishikojë të gjitha marrëdhëniet dhe do të rikonsiderojë të gjithë miqtë e vet, të cilët ditën kanë bashkëpunuar me Amerikën dhe natën kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin kundër Amerikës për mendimin tim. Okay. Tani të futme në termen konkret. Europa, për sigurinë e vet, deri më sot, nuk ka përmbushur kushtet dhe standardet që kishin vendosur vetë ku bën NATO dhe ushtun për paratë që duhet pagunin për të mbajtur ushtrin më të madh në botë. Ju e dini qysh mandatin e parë presidenti Trump I bëri thirrje vendeve evropiane që paguni kuotat. Në mënyrë që të lehtësoj publikun amerikan që një pjesë madhe të tardhë dhe vete I çonte për ushtrin. Gjë e cila nuk punon. Tani me këto vende të tjera, me Kinën kryesisht, është duke rishikuar marrëdhëniet tregtare. Domethënë, nëse unë ty ta fus mallin me përqindje më të ulët doganore, të njëjtën gjë do bësh edhe ti. Deficiti me Kinën, nëse për kuriozitet, është rreth $400 miliardë për vitin që la. Me Europën është po e njëjta histori, por me një ndryshim të madh. Që me Kinën po qëndron stoik, Kina e çoi 37, kujtoj se do të rigjet presidenti Trump. Trumpi nga 104 çoi 125 sot. Kurse Europës I tha kini 90 ditë kohë. Pra u shty, sepse Trumpi nuk do ta humbi Evropën. Absolutisht. Një sekond, nuk po mendon që po e çon botën një farë krize Trumpi? Bota ishte në krizë. Jo, s'ka qenë. Bota ishte në krizë, bota ishte në prag lufte, bota është në luftë. Kjo është luftë. Lufta ekonomike nëse nuk përfundon me marrëveshje, lufta me armë është në horizont. Dhe nga atje ku është, mund të shpërthejë edhe në vende të tjera. Trumpi është një paqëdashës, sepse në mandatin e parë të tij trohoi që gjithë trupet amerikane që në një farë mënyre nuk arritën misionet e tyre për të sjellë demokraci në Afganistan, për të sjellë demokraci në lindjen e mesme dhe për të sjellë stabilitet në botë. Kjo është historia e zotit Trump. Tani përsëri ka këtë këndvështrim, të ndalojmë luftën dhe të ndërtojmë rregulla të drejta dhe të ndershme në tregtinë që bëjmë me njëri tjetrin. Dhe gjithë secili në shtëpinë e vet, por çdo mall të marrë vlerën. Kur eksportoj, unë do kem të njëjtën tarifë ose parafërsisht me atë që të pres mallin ty.
Kështu nuk mund të vazhdohesh më. Amerika është kaq e fortë dhe është vendi numër 1 në botë sot, jo nga pikpamja ekonomike. Jo nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, sepse të gjitha gjërat që vinë në Amerikë 70-80% janë importe që vinë nga Kina, nga Europa, nga Tajvani e tjerë. Të bëjmë Amerikën e madhe, është modeli që zgjodhi Amerika, nuk ka të thotë. Po Amerika e zgjodhi, po nëse Amerika zgjodhi një ekonomi servisi që mund ta quajmë ne. Jam dakord. Edhe prodhimin e nxori jashtë komplet. Ju këtu në Amerikë, për mendimin tim, ju i dini vetë punë të juaja. Sigurisht që ju i dini më mirë se sa mu. Po duhet falenderoni Zotin që Amerika aktualisht është fuqia e madhe ushtarake. Se po mos ishte fuqia e madhe ushtarake me këtë borxh publik që ka trashëguar nga viti në vit, me këtë ekspansion të papar të prodhimeve tuaja në Amerikë, ky që u mush para 250 vjetësh me njerëz që kërkonin liri me skllevra etj, monumenti i lirisë në New York, do shifshe statuja e lirisë, do shifshe anije që nuk dihet ka do të vishin nga Kina e nga gjithë dynjoja që të vishin në Amerikë, e kupton, dhe të humbte Amerika leadershipin botror. Kjo është sfidë e madhe. E kuptoj. Po është sfidë e madhe. Për mendimin tim, nëse do vazhdoj kjo mbështetje publike në mazhorancë, se Amerika është shtet demokratik, në mazhorancë për presidentin Trump dhe për administratën e tij, kjo do marri pak kohë, po kjo do ta kthejë Amerikën në një vend me të vërtet number 1 botë. Domatet do prodhohen në Amerikë, i prodho kafusha pa fund. Do kushton $100 domatet. Jo, nuk kushton $100. Ose mërzit, me domate merr mu në Shqipëri. Kam dhe ferm përveç se punëve të tjera. Amerika ka kesh, Amerika bën subvencione dhe tokat e botës nuk e më të mirë se tokat e Amerikës. Amerika mund të prodhojë televizora, mund të prodhojë kompjutera, mund të prodhojë gjithçka këtu. Do marrë kohën e vet, është risku i madh. Shpresoj shumë që presidenti Trump po tregohet të kujdes mos humbi Evropën. Pa diskutim, ta marrë partnere Evropën. Po duket si po humbet Evropa. Nuk do të humbasi, po Evropa duhet zgjedhë për mendimin tim ndërmjet Amerikës dhe Kinës. Trumpi nuk do bashkëpunojë me Evropën, që ditën e Europa thotë që jam me ty në fushën ekonomike, për demokracinë e tjerë, dhe natën i thotë Kinës hajde të shes në aeroport. Ashtu nuk ka më. Mendoni se prania amerikane në rajon do të mbetet e qëndrueshme apo jemi në një periudhë pasigurie gjeopolitike? Jemi në një periudhë të zhvillimeve gjeopolitike që kanë ndodhur vetëm pas luftës së dytë botërore. Për mua jemi në luftë për të konfiguruar ndryshe bota. Unë shpresoj shumë që kjo të bëhet me diplomaci, të mos bëhet me luftë. Zoti Trump dhe administrata e tij do me e zgjidh me diplomaci, pavarësisht se ka shumë keq kuptime që për tarifat doganore që vijnë. Por mendimi im është që këto tarifat përveç se Kinës, Kina është histori tjetër, këto që luhen me Europën, me Kanadan, këto janë histori që po i ma lart, 25, 37, në mënyrë që ta kuptoj, po i trondit, që hajde t'i bëjmë zero. Hajde t'i bëjmë zero, po të bëjmë tregti bashkë. Pik. Ka ardhur një botë tjetër tashmë, që o do bësh tregti e biznes me mua, unë zero, ty ti zero mu, po jena këtu. Dhe jena bashkë. Hajde rishikojmë dhe marrëdhëniet me Rusin, territori i madh, popullsi e vogël, territori i madh, me të mira pafund nëntoksore, në mënyrë që të ndalojmë Kinën. Kreti qartë politika e Trumpit, çka? Më ti thua që Trumpi po bën fair deals në këto momente me tarifat që po i vë Kinës e Evropës? Jo, Kina është histori tjetër. Europa është histori tjetër dhe gjithë bota demokratike është histori tjetër. Me Kinën ai nuk lësha. Kurse me Europën i thot, ti Europë, vendet kryesore, shifni Italinë. Meloni është e shkurtër, po është kryesjot. E keni për vizitë javën tjetër këtu. Po, zonën Meloni. Po. Hajde të jena të sinqertë me njëri tjetrin. Ne jemi njerëzit, ne jemi kombi që 80 vjet ju kemi ndihmuar që ju të mos pushtoheshit nga Rusia, nga nazizmi dhe nga Rusia. Edhe luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore i kthen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këta janë të vërteta. Tani kjo lojë nuk mund të vazhdojë kështu më, se kjo nuk është fair. Domethënë nuk mund të përfundojë Amerika që 85% të produkteve ti marrin nga importi. E ti marrin me kushte dhe me tarifa të tmerrshme, 1.5, 1.10. Dhe të ketë suficit për shkak të importeve që bën mbi $1 trilion. Kjo nuk është fair. Nuk është fair.
Prandaj, unë mendoj që shqyqyr Zotit që Amerika në këtë moment është e fortë ushtarakisht. Dhe do vazhdoj të jetë e fortë ushtarakisht, por duke rrit të ardhurat. Do ta kalojmë, tha, buxhetin Zoti Trump, do ta çojmë 1 trilion. Se kjo punë luftë është bërë tani. Tani ose do të pranojmë që Kina të vi këtu dhe sundoj gjithë botën, bëhet leadership botror. Doni ju amerikanët bëhet leadership botror Kina? Nëse doni, dini kundër Zotit Trump. Nëse doni që Amerika të jetë leadership botror në fushën ushtarake, ekonomike, demokracisë, politikës, rrini me Trumpin. Kaq që thjesht. Kaq, nuk ka gjërat e qarta. Flasim pak për diasporën dhe zgjedhjet në Shqipëri. Çfarë mendoni për rolin që mund të luajë diaspora shqiptare në zgjedhjet e ardhshme? Është një sukses i madh që falë këmbguljes së përfaqësuesve të diasporës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po edhe në Europë, edhe në Itali, edhe në Greqi, nëpërmjet organizatave shoqatave të tyre. Por edhe në ndihmën që i kemi dhënë dhe ne nga brenda, se ne kemi vite që flasim që vota diasporës është detyrim kushtetues, është e domosdoshme. Për herë të parë si vjet do votojë dhe diaspora. Duket një numër si për herë të parë dhe me kohë jo shumë mjaftueshme nga pikpamja teknike për të organizuar gjithë këtë procedurë. Është konfirmuar një numër që shkon deri rreth 1,3 milioni shqiptarë që pritet të votojnë. 250.000. Kështu që është një gjë që më gëzon shumë. Ju e dini që kam qenë non-stop në për gjitha mediat ku jam pyetur për këtë çështje që është detyrim kushtetues, është e domosdoshme. Kjo do ta lidhë diasporën jo thjesht për t'i përmbusur një drejtë kushtetuese që ka për të votuar si shtetas shqiptar. Po kjo mund të jetë habi i parë që neve, përveç se njerëzve që akoma kanë 2 pasaporta, po themi, kanë emrin edhe atje edhe këtu, në Perëndim, ne të shkojmë avashavash edhe për njerëz të tjerë që të lehtësojmë procedurat e pajisjes së shqiptarëve, për shembull siç jeni ju Iliriana, që të bëni me pasaportë shqiptare dhe keni drejt votoni edhe ju. Ti e dish unë e du pasaportën shumë. E do ti sepse ti e gocë babe. E ka dash babai jot, gjyshi jot, si nga nëna, si nga baba, të cilët kanë kontribuar edhe këtu në Amerikë për shtetin shqiptar para dhe mas 90-s. Kështu që edhe ju një numër i madh njerëzish që nuk e keni vendbanimin në Shqipëri dhe duhet luftojmë të gjithë së bashku, edhe ju këtu dhe ne atje, që edhe juve t'u jepet të drejta për të votuar në të ardhmen, pra pajisja me pasaportë dhe për të votuar. Dhe unë mendoj se diaspora duke votuar do bëhet dhe jo thjesht pjesë e zhvillimeve politike në Shqipëri, po do bëhet dhe pjesë e zhvillimeve ekonomike, kulturore, të sjelljes së përvojës që ju keni fituar në Perëndim, dikush në një fushë, dikush në një fushë tjetër, dikush në një fushë tjetër. Do jetë një premisë e mirë që ju të investoni në Shqipëri, dikush me pak, dikush më shumë, dikush në fshat, dikush në qytet, dikush në bregdet, dikush në mal, dikush me investime të mëdha, dikush me investime të vogla, sepse të paktën për ju të dy jam i bindur që ju ndani të njëjtë mendim me mua, që territori jon, Shqipëria, po kur them Shqipëria, edhe territori tjetër shqiptar, që është Kosova, që është Maqedonia e Veriut, 64.000 km2, bashkë edhe me pjesën që vazhdon deti jon deri poshtë në Arta, që është zona Çamarisë. 64.000 km është një territor shumë i bukur. Shumë. I bukur në raport që nuk duhet të kemi zeli as edhe Bashkuar të Amerikës, as Zvicrën, as kërkën, sepse ka det, ka kodër, ka fush, ka mal, ka portokalle, ka arra, ka prodhon gjithçka. Kështu që diaspora është risia e këtyre zgjedhjeve. Nëse unë jam kënaqur se pritet një reformë më të madhe në Shqipëri nga autoritetet politike, u gëzova vetëm me këtë për diasporë. Është të shikojmë sa do marrin pjesë, por jam i bindur që vota e diasporës do jetë votë e menduar, do jetë votë që do shkojë për ato individ në partitë politike që janë njerëz dinjitos, njerëz që e duan me vërtet Shqipërinë, dhe mendoj se një pjesë e votës tyre do shkojë edhe për kandidatët që kandidojnë në partitë politike në Shqipëri, po që banojnë jashtë Shqipërisë, pra që janë pjesë e diasporës, që janë kontribute intelektuale në Itali, në Gjermani, në Greqi, në Amerikë, kudo tjetër. A jeni pro ju kësaj që të keni kandidat sa më shumë nga diaspora? Unë jam dakord që diaspora, domethënë ashtu si kundër ka vepruar edhe tani,
se ju e dini që dash partitë të mëdha, dash partitë të vogla të reja kanë përfaqësues nga diaspora. Sigurisht i kanë tek listat e hapura, kryesisht, se duan të marrin votën nëpërmjet listave të hapura. Është gjë pozitive që të gjitha partitë kanë bërë pjesë të listave tyre përfaqësues dinjitos që vijnë nga diaspora. Të shikojmë se sa shtete do kenë deputetët, kandidatët për deputet dhe listat e gjithë partive politike nga diaspora që do votojnë në Shqipëri. Sepse kanë mundësi që të paktën, me sa di unë, shumica e gjithë deputetëve të diasporës është nëpër lista të hapura. Dhe kështu që ke mundësi ta shikosh se sa të kam shtetur edhe zona nga ti i e duke jetuar përkohësisht. Mendoni se kodi zgjedhor është fair tani për momentin? Asgjë nuk është fair në Shqipëri, përfshirë dhe kodin zgjedhor. As numërimi i votave nuk është fair, numërohet politikisht. Duhet të ishte numërim elektronik. Kodi zgjedhor për mendimin tim, edhe të shumë tjerëve tashmë në Shqipëri duhet të ishte me lista të hapura, 100% me lista të hapura, duke ruajtur barazinë gjinore. Për fatin e keq, opozita zyrtare nuk bëri detyrimin që kishte përpara publikut për t'u imponuar qeverisë, si ishte detyrimi i qeverisë, ishte detyrimi i opozitës. I la partitë e vogla të reja në balë, partitë kryesore janë brenda një ligji që kanë rënë dakord për ta pasur në Shqipëri kodin zgjedhor dhe kanë 1/3 e listës mbyllur dhe 2/3 e kanë të hapur. Kjo duket sikur lista 2/3 janë të hapura. Kurse e përkthyer teknikisht ne kemi 2/3 të mbyllur dhe 1/3 të hapur. Pse? Sepse ato që janë në listë të mbyllur, deputetët 46 konsiderohen lista të mbyllura. Ato 92 deputet ne e dim se kush janë. Dihen që sot. Ato shkojnë në parlament pa u votu. Ato shkojnë me votat e garantuar. Me votat që garantojnë emrat e tjerë që janë ke lista hapur. Qoftë partisë qeverisë, qoftë partisë demokratike në opozit. Neve luftojmë partitë e tjera dhe këto që janë ke listat e hapur të partive të mëdha luftojnë për 38 vende në parlament. Për 92 për 48 vende luftohen në parlament. Sepse 92 vende janë të mbyllura. Për ato as nuk votohet, po ato marrin nga votat e tjerëve që në listë hapur ke partia e tyre dhe nëse ato 37 deputetët e Tiranës të partisë madhe prodhojnë më shumë vota se 12 deputet që duhet dalin, atëherë del në një nga këto që ka marrë një vot më tepër. Po këto sikur të marrin edhe 20.000 vota një deputet në listën e hapur të Tiranës, pa u plotësuar numri që shkojnë të 12 ke lista mbyllur, nuk del asnjë nga lista e hapur. Kështu që kush i zgjedh tha deputet në listën mbyllur? Ke lista mbyllur në Shqipëri, përvoja ka treguar që pavarësisht se ka përpjekje për të thënë që deputetët qoftë në listat mbyllura, qoftë në listat hapura i zgjedh kryesia kuvendi. Këto në një farë mënyrë i zgjedhin kryetarët e partisë, kryetarët e fshatit, se neve po kështu veprojnë dhe shoqatat në Shqipëri, e kupton. Nuk është vetëm puna e partive politike. Ne vazhdojmë të drejtohemi në Shqipëri po me ato kryetar shoqatash, po me ato kryetar sindikatash, në të njëjtit, po me ato kryetar federatash, po duash. Kështu që ka nevojë për emancipim demokratik Shqipëri. Dua ta kthej pak tek diaspora edhe një herë. Si mund të përfshihet më shumë diaspora në procesin e reformave dhe forcimin e shtetit ligjor në Shqipëri? Diaspora ka bërë goxha punë. Unë njoh disa përfaqësues të jentos të diasporës. Edhe nuk po përmend emra, se kam frikë se harrojnë njërin dhe bëhen xhelas. Edhe ju që jeni këtu, po edhe ato që janë në Britani të Madhe, që janë në Zvicër, që janë në Gjermani, i kam takuar, i kam prit gjithë në Tiranë, ku kanë ardhur për me të drejtë për të kërkuar këtë që më në fund të realizuar votimi, po edhe elementarë e demokracisë. Neve kemi në Shqipëri, për shkak edhe të problemeve specifike që po kalon në Shqipëri, ne kemi një largim të njerëzve në Shqipëri. Po. Dhe sot 3.500.000 votat, 3.600.000 votat që kemi, ne i kemi 1/3 që na vinë votime, 1/3 që është votë që nuk del në votime, dhe 1/3 është jashtë vendit. Kështu që kjo votë është shumë e rëndësishme që të bëhet të krijohen gjitha kushtet për të votuar në Shqipëri, sepse nuk është votë si përfaqësore, është votë thelbësore. Dhe këtë e ka dorë diaspora vetë, që të bëhet përfshirëse dhe të japi kontributin e vet për të ndryshuar gjendjen e përfaqësimit politik në Shqipëri. Ndryshimi i gjendjes politike, futja për herë të parë
në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Siç ishte rasti i zotit Krashi, për shembull, deputeti i parë që i vite nga Britania, pjesë e Partisë Socialiste, deputeti i parë, unë shpresoj dhe dëshiroj më shumë që ne të kemi në Parlamentin shqiptar, nga çdo lloj partie e madhe ose e vogël, të kemi sa më shumë përfaqësues shqiptar, deputet nga diaspora. Sepse duke pas njerëzit e tyre në parlament, bëhet më mirë lidhja e interesave, qofshin to ekonomike, qofshin kulturore. Integrimi bëhet më mirë, ndërvarja bëhet më e mirë ndërmjet shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri dhe shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, këtu ku jeni ju dhe në vende të tjera, por një sy dhe një pjesë zemrës e kanë akoma dhe do ta kenë gjithkohën në Shqipëri. Po, jam shumë dakord. Si e shihni Shqipërinë pas 10 vitesh, nëse reformat ecin sipas vizionit tuaj? Nëse reformat ecin dhe vazhdojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar, bën përpjekje serioze për rritjen e nivelit profesional të administratës, rritjen ekonomike, rritjen e pagave, zhvillimin e sipërmarrjes, lirit, domethënë të drejtat dhe liritë e njeriut. Nëse do ekzistojë Bashkimi Evropian, nëse do ketë një konfiguracion më dashamirës dhe në Ballkanit Perëndimor, mas 10 vjetëve shoh Shqipëri antare të Bashkimit Evropian. Mas 10 vjetësh? Po. Brenda 10 vjetëve Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian. Nëse vazhdojnë të reforma që nuk jeni në kuadrin e retorikës, po vazhdojnë. Punohet për të mbyllur dhe përplotësuar gjithë kapitujt që ka çel tashmë Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe garancia e dytë, jam krejtësisht i bindur për këtë pjesë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo administratë që është, s'ka filluar, do të jenë partneri strategjik i Shqipërisë, i Kosovës dhe i gjithë kombit shqiptar, për arsye që nuk janë sekret për të thënë dhe për publikun, ato që ne themi nëpër kafe. Okay. Do t'i themi edhe në publik, se tash interneti ka bërë gjërat të hapur. Edhe Trumpi që është i drejtë për drejti, që mërzitën to, të tjerë që e kritikojnë, për mendimin tim pa drejt, duke qenë një drejt për drejt, ato kulisat që i bëshin lidhjet botëror, mas kujintave dhe pastaj dilshin para gazetarëve, edhe thoshin gjëra të tjera, atje kishin rraf ngrushta si ta ndajnë botën, Trumpi i bo live. Kjo është e vërteta, ja fusha, ja mejdani, këtu është qëndrimi im, këtu është qëndrimi juaj, mu më ka zgjedhur Amerika, unë do grej Amerikën, po do ta ngrej me krahët e mia, jo duke ju bë keq juve, etj etj. Amerika do mbesi mbështetësi kryesor, domethënë për mua Amerika do mbesi përveç se Bashkimit Evropian, mbështetësi dhe garantuesi kryesor i zhvillimit të Shqipërisë, po në tërësi dhe i kombit shqiptar, dhe shumë shpejt, këtu do jemi, do vi rradha shumë shpejt, që edhe çështja e Kosovës, që është akoma pezull, do të zgjidhet vetëm mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një tentativë që zoti Trump donte ta realizonte edhe mandatin e parë, por një dy vende europiane të fuqishme e prishin atë lloj marrëveshje që mund të ishte shumë e mirë dhe sot ishim mas shumë viteve në një situatë tjetër. Por jam i bindur që kjo gjë do realizohet dhe Kosova nuk është kurrë në tryezën, për mendimin tim, edhe informacioneve që kemi, nuk është kurrë në tryezën e diskutimeve që mund bëjë zoti Trump me presidentin e Rusisë dhe me aktorë tjerë, që të negociohet Kosova me Serbinë, por Kosova do mbesi vend antar i NATO-s, partner i Shtetit Bashkuar të Amerikës bashkë me Shqipërinë dhe duke shpresuar që edhe Serbia të gjejë pozicionin e vet, se me 3 lugë nuk hahet, po hongër me 3 lugë do çajsh hundët, do çajsh veshët. Serbia nuk mund të rrijë edhe me Europën, edhe Amerikën, edhe me Kinën, edhe me Rusinë. Ne kemi zgjedh si kom shqiptar, ne jemi për Europën perëndimore dhe partner strategjik kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Cili është mesazhi juaj për qytetarët që kanë humbur besimin te drejtësia? Qytetarët, qofshin brenda Shqipërisë, qofshin jashtë tyre, duhet të vazhdojnë ta mbështesin drejtsinë e re, siç po bëjnë nëpërmjet sondazheve që kanë besim këtë drejtësi e re. Qytetarët në Shqipëri tashmë duke besuar këtë drejtësi e re janë bërë dhe pjesë aktive nëpërmjet denoncimeve që bëjnë her pas here në media të problemeve që ka drejtësia, qoftë prokuroria, qoftë gjykatat, duke denoncuar raste të zvarritjeve, raste të korrupsionit, raste të subjektivizmit, janë duke ndihmuar nëpërmjet kallëzimeve që bëjnë nëpër institucionet e ndjekjes penale sepse kanë besim.
Dhe ditë më të mira do na presin për sa i përket vendosjes së drejtësisë në Shqipëri, zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, integrimit të saj, por kryesorja e kryesorëve i dashur Ervin, shqiptarët nuk kanë nevojë shumë për fjalën time, por jam i bindur me qenë se unë shëtis shpejt sa në Kosovë, sa në Maqedonia, kam miq këto liderët politik, pa qenë vetë duke morë me politik, shqiptarë që janë në Malzi, në Kosovë e Maqedoni, testoj dhe hidhi si dush shqiptarët e kanë bindje absolute, që nga gjitha kombët, nga gjitha vendet, nga gjitha shtetet, më i sinqerti me kombin shqiptar, me shtetin shqiptar, gjatë tyre 150 vete, nga viti 1920, që nga Jullësoni deri më sot, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që edhe presidenti aktual, administrata e re, shpresojmë shumë që të ketë pjesë të agjendës vetë, ndërkombëtare, globale, edhe zgjidhje e drejtë, të ndershme të problemit pezull që kemi ne me Serbinë, zgjidhjen e çështjes Kosovës në favor të së drejtës, të vërtetës, e cila sido që ta diskutosh në çdo këndvështrimi qëndron në anën e gjysmës kombit shqiptar që është Kosova. Më vjen mirë që ke kaq shumë besim te Trumpi. Shpresoj të jetë ashtu. Çfarë ka një gjë në Tiranë që nuk e gjen në New York? Në Tiranë unë gjej gjithçka. Edhe unë besoj ashtu. Shkëlqim shumë, faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Urojmë sukses edhe desha të dija një parashikim nga ana jote, kush do fitoj zgjedhjet në Shqipëri. Zgjedhjet në Shqipëri ose çfarë mendimi ke si do dalin zgjedhjet? Zgjedhjet në Shqipëri mos i kërkoni nga goja ime. Okay. Sepse nuk dua të ndikoj për zgjedhjet, por më vjen shumë keq që neve këtë radhë po shkojmë të votojmë dhe jo të zgjedhim. Sepse kushtet për të zgjedhur i kemi shumë minimaliste. Publiku shqiptar ka shumë minimaliste. Kështu që më lejoni të mos ju them mendimin tim. Nëse e doni, unë ju a them. Po. Unë ta kërkova. Nëse e doni, unë ju a them. Të gjitha sondazhet, referuar të gjitha sondazheve që bëhen, qofshin nga partitë politike, qofshin nga agjencitë ndërkombëtare që monitorojnë zgjedhjet në Shqipëri, nxjerrin fitues mazhorancën. Nxjerrin fitues zotin Rama, kandidat fort për të marrë mandatin e 4. Këto janë sondazhet. Me sa përqind? Përqindet janë të diskutueshme, por zoti Rama merr një mazhorancë të mjaftueshme për të qeverisë. Dhe ju nuk do ketë zgjedhje parakoshme. Zgjedhjet parakoshme me këtë kod zgjedhor që është, Ervin, inshallah nuk ka. Okay. Se nuk kemi që duam zgjedhjet e parakoshme. Po ndodhi kjo? Po nuk kemi që duam, po ndodhi, s'po them, po ne nuk kemi nevojë për zgjedhjet e parakoshme. Ne kemi nevojë që të mos harrojmë edhe të fillojmë betejën, ju të filloni betejën ndaj gjithë klasës politike, qoftë mazhorancës, qoftë partisë madhe opozitare, që Shqipëria të mos mendojë mas 3 vjetëve, 5 muaj para zgjedhjeve çfarë do bëjë me këto probleme që ne i tham në fillim të intervistës tonë, po qysh ditën që mbaron zgjedhja, qeveria ka punë vet, kush del fituese, kurse deputetët, shoqëria civile e tjerë fillojnë presionin e paraqitjes së drafteve për ato ndryshime që ne i përmendëm që janë shumë të rëndësishme, në mënyrë se 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet hikin shpejt, në mënyrë që mas 4 vjetëve, ose mas 2 vjetëve, nuk e di, se çfarë ndodhi, ne të kemi një kod zgjedhor tjetër, ne të kemi ndryshime jo thjesht kodit zgjedhor, po edhe ndryshime që prekin edhe kushtetutën, që prekin edhe kodet e tjera me 84 vota, e kështu me radhë. Kjo është sfida që ka shoqëria shqiptare për mendimin tim. Çfarë këshill keni për të rinin që duan të largohen nga Shqipëria? E kam thënë dhe herë tjera ku jam pyetur në Shqipëri për këtë pyetje. Unë jam prind, jam dhe gjysh, dhe duhet jem shumë i kujdesshëm për të qenë serioz, sepse mund të keq kuptohet nga brezi i ri, por e kam bindje dhe kam gjithë drejtën e Zotit t'i drejtohem rinisë shqiptare, që përveç se atyre të cilët ikin për momentin në punë të garantuara në Perëndim, që kanë marru zanate, që kanë marru dhe nuk e gjenin vendin në Shqipëri për shkak të pagave të rrogave, këto edhe mund t'i mirë kuptoj për momentin se shkojnë edhe kthehen.
por rinin shqiptare e cila niset në perëndim, pa siguruar punë, pa siguruar qëndrim të lishëm, i them mos e bëni këtë gabim. Rrini në Shqipëri, sepse fundit në Shqipëri, të paktën ke siguruar banesën, ke siguruar ngrohtësinë e prindrit, ke mundësi të krijosh familje në vështirësi. Por edhe kushtet ekonomike në Shqipëri po vinë avash duke u përmirësuar. Dhe kështu që kërkojeni fatin e tuaj në Shqipëri, bëni përpjekje të ndihmoni njëri tjetrin për të qenë solidar dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në punë, në sipërmarrje, në bashkëpunime etj. Mos e lini Shqipërinë, sepse koha ikën shpejt. Mu kur kujtoj kohën se si më ka ikur, them isha i ri e u bëra gjysh tash, më duket sikur ka ndodhur dje. Rinia ka nevojë të dëgjoj nga ne që jena në moshë të madhe, që koha fluturon. Dhe më mirë mos fluturo, por rri në Shqipëri, kërkoje fatin në Shqipëri, punon në Shqipëri, dhe nuk ka më mirë se 2 lek, por të pak të ndark shko dhe tako prindrit e tuaj, kushërit e tuaj, njerëzit e tuaj. Kjo barku, themin e shqiptarët, mushet edhe me grosh, mushet edhe me mish, jeton. Më mirë me fasule, se mishi në rridh dhe kolesterol. Kështu që i bëj thirrje të rrinë në Shqipëri dhe të mos e braktisë Shqipërinë. Bile që bëj thirrje dhe juve. Të vinë. Që kush ka mundësi të investojë në Shqipëri, jo, nuk është nevojë me marr fizikisht, po ato të ardha që mund të keni krijuar me gjak, me djerës të perëndim, ju keni mundësi të investoni në Shqipëri, mos investoni këtu. Amerika nuk ka nevojë për investimet e juve. Trumpi ka nevojë për investime të mëdha, nuk ka nevojë për investimet e shqiptarëve. Po ato investimet e vogla të juaja, 20.000, 30.000, 100.000 dollar, ju keni njerëz në Shqipëri, çdo shqiptar këtu në perëndim ka njerëz në Shqipëri, gjend njerëz që dikush me një bujtin, dikush me një restoran, dikush me një kafe, dikush me një shërbim, mund të investohen në Shqipëri dhe atje produkti dhe fitimi që del është goxha i mirë. Pra mund të merret, kjo u lidh akoma më shumë në Shqipëri. Ndërsa New York dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të rrethanave, është gjysma familjes time. Janë 2 fëmijë dhe niprit, 3 nipër. Kështu që është një pjesë e familjes time. Sigurisht jam i përulur dhe më njoh gjithë jetën se çfarë ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për popullin tim, për kombin tim. Dhe kështu që kur diskutohet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga fakti se çfarë kanë bërë për kombin shqiptar, ndjehem gjithkohon borxhli ndaj këtij vendi. Dhe nuk di, ndoshta nuk do ketë ndonjëherë nevojë për mua, por nëse do të bëj një sakrificë, dhe kuptohet që janë sakrifica sublime, përveç se për kombin tim do ta bëja për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Hajdari, shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit, edhe ju urojmë sukses. Faleminderit dhe unë uroj sukses juve. Mirupafshim. Mirupafshim.